Të nderuar përfaqësues të korit diplomatik, mysafir të nderuar të dashur qytetarë të Republikës Kosovës. Jemi mbledhur sot me krenari dhe respekt të thellë për të shënuar 18 vjetorin e pavarësisë Kosovës, një ditë që mishron sakrificën, qëndresën dhe visionin për liri të eshtet ndërtim. Kjo është një ditë reflektimi për rrugtimin ton dhe njëkohësisht një zotim për të ardhmen që ndërtojmë së bashku. Parakalimi i ushtrisë Kosovës dhe policisë së Kosovës është dëshmi e përkushtimit ton për sigurinë, sovranitetin dhe shërbimin ndaj qytetarëve. Sigurime 18 vjet shtet. I nderuar President Begaj, i nderuar kryetare Haxhiu, i nderuar kryeministër Kurti, shumë i dashur Bacarifat, e gjithë familje Jashari, e nderuar familje Rugova, të nderuar oficer nën oficer dhe ushtar të FSK-s, të nderuar pjesëtar të policisë së Kosovës, të nderuara familje të dëshmorëve të UÇK-s, shoqata të dala nga lufta e UÇK-s, ambasador nga shtetet mike, të nderuar krerë të institucioneve tona. Në këtë 17 shkurt jemi mbledhur këtu sepse historia na ka ftuar pikrisht në këtë vend. Këtu në këtë vend qëndron monumenti Newborn, shenja identifikuese e shtetit ton, i cili dha kumtin e shumë pritur se Kosova ishte bërë shtet. Në këtë përvjetur domethënës jemi në rrugën Luan Haradinaj, e cila mban emrin e një luftëtari të shquar, një heroi të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një emër që na kujton se ky shtet u ndërtua nga guximi i atyre që zgjodhen të mos heshtin përballë padrejtësisë. Gjaku i tyre qëndron në themelet e shtetit ton të pavarur e sovran. Pak metra nga këtu qëndron monumenti Heroinat, një kujtesë e fuqishme, por edhe e dhimbshme, për afër 20.000 gra të dhunuara nga regjimi gjenocidal i Serbisë gjatë luftës së vitit 98-99. Ai monument na kujton se plagët që lufta la pas, dhimbjet që nuk shihen gjithmonë, por që jetojnë gjatë në ndërgjegjen tonë kolektive, nuk do të harrohen kurrë. Na kujton se liria ka çmim të lartë dhe se drejtësia për mira të vrarë, për fshi edhe fëmijë, mbetet një obligim i përhershëm i yni. Prandaj sot në këtë hapësirë ku lindja e shtetit, sakrifica e të gjithë luftëtarëve të UÇK-s dhe plagët e luftës qëndrojnë bashkë në një vend, kujtojmë përpjekjen e brezave që u bulos pikrisht në shkurtin e vitit 2008. Para 18 vitesh Kosova u shpall shtet, por shumë përpara saj dite Kosova kishte fituar lirinë. Sot para jush qëndron një republikë 18 vjeçare, e lindur nga sakrifica, e ushqyer nga qëndresa dhe e forcuar nga shpirti i popullit të saj, nga secili prej jush. Kosova është shtet i lirë, i papërkulur, i vendosur për ta mbrojtur lirinë e vet, në çdo pëllëmb të saj. Kosova është republikë e pavarur dhe sovrane, e guximshme, e fortë, krenare dhe me miq të shumt. Kosova është atë ynë i përhershëm, shtëpia jon, shpirti ynë e ardhmja jone e përbashkët. Ne sot përulemi me respekt para gjithë atyre që kontribuan për këtë ditë, para atyre që nuk u dorëzuan, para atyre që qëndruan edhe kur rruga dukej e gjatë por e errët. Ne nderojmë vizionin historik të arkitektit të pavarësisë, atit themeltar të Republikës sonë, presidentit historik Ibrahim Rugova, i cili në kohë represioni e mbajti gjallë shpresën, dinjitetin dhe identitetin e popullit tonë, duke e bërë paqen një akt guximi dhe urtësie politike. Nderojmë sakrificën e pashembullt të familjes Jashari në krye me komandantin legjendar Adem Jashari, simbol i përjetshëm i krijimit për liri. Nderojmë çdo djalë, çdo të ri, çdo grua, çdo burr që luftoi në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, bijtë dhe bijat më të mirë të këtij vendi. Nderojmë sakrificën e veteranëve dhe invalidëve të luftës, të cilët kur historia kërkoi guxim,
u përgjigjen me vepër duke kthyer aspiratën shekullore në realitet të pakthyeshëm. Ndaj le të përsërisim qartë, sot dhe për herë, askush nuk mund ta njollos luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ajo ishte një luftë e drejtë, një luftë çlirimtare, një luftë mbrojtjeje e udhëhequr nga e drejta për liri dhe shtet. Pakët kontribut të jashtëzakonshëm të UÇK-s, e pakët sakrificë, pavarësia e Kosovës nuk do të ishte realiteti që e festojmë sot. Duke mbrojtur të vërtetën dhe luftën tonë çlirimtare, ne mbrojmë vetë shtetin tonë, pavarësinë tonë dhe lirinë që e gëzojmë sot. Këto vlera sublime, për të cilat populli ynë dha gjithçka, deri edhe fëmijët në djetë, nuk do të lejojmë që t'i njollos askush, sepse një histori e shkruar me gjak nuk mund të fshihet e as nuk mund të shtrembrohet nga askush. Të dashur qytetarë, pas pak në sheshin Skënderbeu, qytetarët tonë do të fillojnë marshin për drejtësi. Si presidenti e Republikës së Kosovës, jap mbështetje të fuqishme këtij marshi, sepse qytetarët tonë nuk kërkojnë asgjë tjetër pos drejtësisë. Sepse qytetarët tonë e dinë mirë se UÇK-ja është betimi i përgjakur i popullit tonë nga i cili nuk do të heqim dorë asnjëherë. Të nderuar të pranishëm, në këtë ditë të madhe shpreh mirënjohje të thellë dhe të përhershme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për Shtetet Evropiane dhe gjithë aleatët anë e kënd botës që qëndruan në anën e drejtë të historisë. Ata na ndihmuan ta fitojmë lirinë, ata na ndihmuan ta ndërtojmë shtetin, edhe sot ata qëndrojnë me ne si partner të besueshëm të paqes dhe sigurisë. Sot Kosova po ndërton kapacitetet e saj të mbrojtjes me përgjegjësi dhe vizion. Sot trashëgimtarët e UÇK-s, forca jone sigurisë dhe policia e Kosovës po na bëjnë çdo ditë krenar. Ata e dëshmojnë se Kosova është gati për NATO. Vajzat dhe djemtë tonë në uniformë janë dëshmi se ky shtet ka bijë e bija të gatshëm të shërbejnë avdheut me nder, me përkushtim dhe të kontribuojnë edhe për paqen globale. Shkëlqësia juaj, zonja Vjosa Osmani Sadriu, Presidente e Republikës Kosovës, shkëlqësia juaj, zotri Bayram Begaj, President i Republikës Shqipërisë, e nderuar kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, zonja Albulena Haxhiu, i nderuar komandant i Forcës Sigurisë Kosovës, general-lejtnant zotri Bashkim Jashari, të nderuar ish president të Republikës Kosovës, zonja Atifete Jaga dhe zotri Fatmir Sediu, i dashur i Basarifat, të nderuar deputet Kuvendit, zëvendës kryeministra e ministrat të qeverisë, të nderuar ambasador dhe meq ndërkombëtar, të nderuara familjet dëshmorëve dhe martirëve të kombit, invalid dhe veteran të UÇK-s, të nderuar ushtarak të Forcës Sigurisë dhe oficer të policisë, të dashur qytetarë të Republikës, zonja dhe zotri, motra dhe vëllezër, sot shënojmë 18 vjetorin e shpalljes pavarësisë Republikës Kosovës. Një shtet i lindur nga rezistenca paqësore e nga sakrifica popullore, nga lufta çlirimtare dhe nga ndërhyrja ndërkombëtare. Me 17 shkurt 2008, të zgjedhurit e popullit tonë në mënyrë demokratike e shpallën Kosovën shtet të pavarur me një mbledhje historike në kuvendin e vendit tonë. Shqiptarëve ju realizua një aspirat politike, kurse Evropës demokratike ju shtua një shtetëri me orientim geopolitik dhe geostrategjik drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Por liria e Kosovës nuk filloi atë ditë para 18 vitesh. Liria e Kosovës është ngjizur shumë më herët, me përpjekjen e parreshtur ndër breza me qëndresë të pavonshme dhe me luftën e drejtë të UÇK-s, e cila bashkë me bombardimet e NATO-s kundër Jugosllavisë së Miloševićit i dha fund një regjimi shtypës dhe i hapi rrugë shtetësisë sonë. Do kuj, ajo është dëshmi e modernizimit dhe pjekurisë së shtetit tonë, e aftësisë sonë për të mbrojtur veten dhe për të kontribuar në paqen rajonale dhe botërore. Kosova sot është një shtet demokratik, me institucione funksionale,
me ekonomi në rritje dhe me vizion të qartë euroatlantik. Sfida ka, por orientimi ynë është i palëkundur. Në këtë 18 vjetor të pavarësisë, mesazhi ynë është i qartë. Kosova është e lirë dhe do të jetë. Kosova është demokratike dhe do të jetë. Kosova është sovrane dhe do të jetë. Ne do të vazhdojmë të investojmë siguri, sepse i duam jetën dhe lirinë, zhvillimin dhe begatin të sigurta. Do të vazhdojmë të forcojmë ushtrin dhe polici, sepse pa institucione të forta dhe profesionale të sigurisë, nuk ka shtet të fort dhe ambient të qetë jetese për qytetarët tonë pa dallim. Dhe do të vazhdojmë punojmë për qytetarët, sepse liria ka kuptim vetëm kur shoqërohet me drejtësi dhe dinjitet. Përpara, me kurajo, me mençuri dhe dije, me profesionalizëm dhe integritet, fuqishëm me guzim, sikur dje dhe sikur para 18 vitesh, sot përmot dhe përhen. Lavdin dëshmorëve të kombit, deri luftarëve të lirisë, rroft forca e sigurisë Kosovës, rroft policia e Kosovës, rroft Kosova Republikë, urime 18 vjetori pavarësisë së shtetit tonë, gëzuar dhe ju falenderoj shumë. Filloni me parakalimin general. Si urdhon.